Në Saraj u bën nisja e marshit të flamurit kombëtar, një aktivitet që mblodhi dhjetra bjeshkatar dhe adhurues të natyrës nga treva të ndryshme shqiptare. Marshimi nisi nga sheshi pranë përmendorës së Isa Boletinit, ku morën pjesë edhe përfaqësues të komunës dhe organizatorëve. Një vëmendje të veçantë tërhoqi pjesëmarrja e bjeshkatarëve nga Kosova dhe Lugina e Preshevës, të cilët i dhanë aktivitetit një dimension më të gjerë kombëtar dhe një atmosferë festive. Është një domethënie shumë e madhe që organizohet prej Unionit të shoqatave të bjeshkatare dhe mendoj se kjo do të ngele si traditë dhe për kremtim të festave, por njëkohësisht edhe të shihemi të bashkuar, të ecim dhe të njihemi me kosovarët, me shqiptarët e Shqipërisë kështu me radhë. Mendoni që një festë e tillë të bëhet edhe në Gostivar? Veç e kemi bëne, çdo shoqate ka obligim ta bëne një herë në vit një manifestim i këtill. Ne kishim aty në ato trojet tona të bukura të korabit, për shkak se ne jemi ana e Rekës atje dhe kemi më vetë troje të bukura. Dhe duhet edhe ne më tepër ta bëjmë, po pak infrastruktura nuk na bën atje, nuk i kemi rrugët e mira, po besoj se do të rregullohen edhe ato punë. Besoni në të ardhmen që të bëhet sa më mirë edhe një herë pse jo mos të festohet edhe në Gostivar? Po ne kemi si obligim çdo shoqat në vit patjetër të organizojnë një manifestim suazat të Unionit bjeshkatarëve të atij. Ne bëjmë edhe i organizojmë suazat formimit të shoqatave tona dhe ashtu i kremtojmë. Pra kur i kemi formuar shoqatat, atëherë kemi edhe kremtimin të përbashkët në suazat Unionit të bjeshkatarëve. Kjo është një organizim shumë i duhur, shumë me vend dhe që mbahet tradicionalisht, se unë marr pjesë që 15 vite 20 në për këto manifestime. Është manifestim për një me që duhet mbajtur edhe jo anashkaluar, rregullisht duhet mbajtur kështu. Është i nivelit lartë. Do me thonë kemi gjetë një mbështetje neve si preshevar, që neve pamundësisht nuk mundim me bë këta, apo mërë gjithë se vim këndej në asit. Do me thonë ne jemi si jetim, a kështu po e kemi gjetë ambientin këtu ku mujmë me bë këto hareja dhe gazmendet 28 nëntorit. Dhe dëshiroj që t'i uroj gjithë kombis shqiptar, gjithë ku gjindet 28 nëntorin. Më e madhe e kombit tonë shqiptar, unë në emrin tim dhe antarëve të shoqatës, njëherë gjithë shqiptarëve, kudo që janë, ju uroj 28 nëntorin në ditën e flamurit. Çfarë do të thotë? Kjo është një manifestim madhështor, ne organizojmë çdo herë, po nuk është i vetmi, organizojmë edhe raste tjera. Në këtë mënyrë bashkëpunojmë, të bohemi, shoqërohemi me Kosovar, me Shqipërisë, me Maqedonisë shqiptar ku jemi, kemi shoqëni kudo, ajo është një kënaqësi e madhe. Për fat mirë, ne organizojmë edhe shumë raste tjera, jo vetëm festave, po kemi përvjetorin, kemi përvjetorët e shoqatës tonë, kemi organizime, shkojmë kudo, edhe të bohemi, kemi një bashkëpunim shkëlqyer ndërmjet shoqatave dhe bjeshkatarëve, kështu që kënaqësi e madhe është që jemi bashkë edhe festojmë bashkë. Kjo është një për organizimeve kryesor të Unionit të shoqatave bjeshkatare shqiptare të Maqedonisë së Veriut, pasi që në këtë mënyrë ne shënojmë një ditë historike për kombin shqiptar, shënojmë festat e nëntorit, përmbledhim ditën e alfabetit, shënojmë ditën e flamurit. Me një fjalë, kjo është pjesa identitare e secilit bjeshkatar, pasi që çdo flamur është një orientim për secilin bjeshkatar kudo që. Pse jo, ne jemi pjesë e Unionit të shoqatave bjeshkatare të Maqedonisë së Veriut, edhe kësaj herë ka takuar Saraj që ta organizojë në Saraj. Viteve tjera nuk është çudi që kjo festë festohet në ndonjë shteg në anën e komunës së Likovës dhe Kumanova. Klubi Alpin Hani e Lezit, po bashkë me shumë shoqata bjeshkatare të Kosovës ju kanë bashkangjitur këtij manifestimi tashmë tradicional, i cili organizohet për nder të ditës së flamurit më të bukur në botë, ditës flamurit shqiptar. Ne, Klubi Alpin Hani e Lezit merr pjesë me 10 antarë sot që ju kanë përgjigjë ftesës pozitivisht. Ecja ka qenë e lehtë, kemi shku deri te Moja Rasa, kemi pasën atje, kemi pas një pushim të shkurt, tash jemi kthy këtu, edhe kemi kalu diçka fantazi super. Njoni i shoqatave bjeshkatare të Maqedonisë së Veriut, do të thonë nuk është organizatori i vetëm këtij manifestimi,
e cili organizohet për nder ditës flamurit. Këto pavarësisht Unioni është i përbërë prej shumë shoqatave dhe secila shoqatë ka ditën e themelimit të saj. Edhe shpesh shoqatat apo anëtarët e Unionit të shoqatave bashkëtarë të Maqedonisë bëjnë edhe evente pikërisht për ditën e themelimit të tyre. Kështu që kësaj manifestimi ka edhe manifestime tjera që morën pjesë shoqata gjithandej trojeve shqiptare, edhe këto të gjithë bashkohemi, shkëmbejmë përvoja të ndryshme, bjeshkëtarie, ka njerë dhe ka ndodhë që nuk shimi ka 3-4 muaj se ne kemi planet shoqatat, si cila shoqate ka planet e veta të ngjitjeve nga përmale. Kjo është një event për shembull që na bashkon, edhe njihmi mes veti, po me ata që njihmi edhe bashkëbisedojmë edhe kështu. Faleminderit shumë. Faleminderit një ashtu edhe ju me urime festa gjithë shqiptarisë, gjithkund ku jam. Kam të kënaqur, edhe kjo është hera e dytë që po organizohet ky event nga shoqata Kroji dhe shoqata Dardania. Kam qenë edhe pjesëmarrës edhe herën e parë, tash edhe është viti i dytë. Unë jam fascinu edhe jam krenare që po mujnë me arrit me bu këtë organizim edhe jemi ndoshtë shumë të kënaqur. Tash ishim në majën e Rasës, edhe i cej shumë e këndshme, e lirë, do me thonë edhe për njerës që nuk mirën, nështë nuk janë aktiv, se për ndryshë ne jemi aktiv që 10 vite, edhe gjithherë sa herë jemi arë këtu në Maqedoni, kemi kalu shumë mirë. Kisha vesh një lutje që gjinin e bukur taftoj, që hera tjera të jenë mama se visht pranishme, se kjo është sport, nuk ka gjini, do me thonë është i mirë se ardhur për të gjithë. Po shoqërisht organizon këto manifestime për fërvjetorin, si për shembull tash për flamurin, për ditën e alfabetit patëm manifestim gjithashtu, edhe ky manifestim bëhet në kuadër të Unionit të Shoqatave Bashkëtare, ku gjithë shoqatat e Unionit të Republikës së Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Preshevës i bashkangjitet këtij manifestim, këtij marsh. Ky marsh ishte marshit e Maja Rasa, ku mbahet në nivel të Unionit të Shoqatës. Unioni i Shoqatave të Bashkëtare të Republikës së Maqedonisë i ka në rend të ditës disa festa për 20 dhjetorin, për festën e flamurit, për festën e pavarësisë së Kosovës, e shumë festa tjera, për festat e çdo shoqate që është anëtare në Union. Organizatorët theksuan se ky marsh po zhvillohet çdo vit me standarde gjithnjë e më të larta. E kaluar edhe këtë ditë Unioni i Shoqatave Bashkëtare Shqiptare në Republikën e Maqedonisë organizoi marsh përndër të ditës së flamurit dhe për këtë vit do të është marshi i dytë i radhës që po organizojmë. Kuptohet se kjo nuk është një ditë e veçantë, por është një ditë e veçantë për bjeshkatarët përgjithësi, nga se këto fatmirësisht kemi arritur që të grumbullojmë bjeshkatarët dhe dashamirët e natyrës me plot kuptimin e fjalës nga gjitha trojet shqiptare, duke nisur nga Lugina, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e kështu me radhë, dhe vërtet është një kënaqësi e veçantë përjetohet kjo ditë. Dhe fati i mirë i jonë ishte që edhe të kemi një ditë të bukur, kështu që ja arritëm që të bëjmë ngjitjen e Majës Rase, e cila gjendet në lartësim videtare 1369 metra dhe pas një problem, kjo është kënaqësi e vërtetë. Mund të na thoni se sa bjeshkatar kanë marrë pjesë sot në këtë manifestim për festat e nëntorit? Numri i përgjithshëm këtu në këtë event duhet të jetë afërsisht 300 pjesëmarrës dhe këtu shumica do të kisha thënë një bjeshkatar, po ka një përqindje të konsiderueshme që janë dashamirët natyrës ose për herë të parë që kanë ardhur vetëm për ta nderuar, do të thotë 28 nëntorin, ditën e flamurit, 113 vjetorin këtë rast të pavarësisë së Shqipërisë dhe vërtet është kënaqësi e papërshkruar. Ky aktivitet ose ky event kushtuar 28 nëntorit ditës së flamurit veçmë do të mbetet tradicional dhe Unioni i Shoqatave Bjeshkatare për çdo vit do të organizon marsh për ndër të kësaj date dhe vitin e kaluar do të shohim kryesia e Unionit do të vendosë se do ta mbajmë në të njëjtin shteg apo dhe mund të bëjmë ndonjë ndryshim. Shkaku i asaj që vizitorët ose pjesëmarrësit, të cilët një numër i madh i shoqatave përsëriten për çdo vit, që mos jetë e njëjti shteg ose e njëjta majë, kështu që do të vendosim në fund vit kur bëjmë kalendarin e vjetor, do të thotë aktiviteteve për në këtë rast për vitin në vim.
Du të theksoj edhe atë se Unioni Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare i kushton një rëndësi të veçantë shënimit të datave historike dhe pikërisht ky aktivitet është një nga ato aktivitete për të kushtuar në këtë ditë, këtë festë më të rëndësishme të fshatanëve shqiptare dhe këto shfrytëzoj rastin që t'ju uroj të gjithëve festën e 28 nëntorit, 113 vjetorin e pavarësisë dhe duke dëshiruar që kjo festë gjithmonë të na gjejë në paqe, në mirësi dhe kuptohet ajo që është edhe më me rëndësi të gjenë shqiptarët kudo që janë të bashkuar. Kemi me përvojë në këtë lëmi, gjithmonë kemi organizuar edhe përvjetore, falë donatorëve atë që na kanë ndihmuar, sikur që është kompania Auto e-commerce, restorani Fafa, edhe kuptohet komuna e Sarajit. Besoj se në të ardhmen do të jetë edhe më masovike organizime të tilla, shoqatat vinë nga gjithë trojet tona shqiptare, edhe më herët kanë qenë edhe do të jenë edhe të ardhmen. Ose Luginës Preshevës, Kosovës, siç e patë edhe ju në intervistë, disa shoqata, Preshevës edhe këtu. Unë mund të apeloj, sidomos që gjeneratat e reja që të antarësohen për shoqatat bjeshkatare, të shohin bukuritë natyrore, të hikin atine jetës në urbane, të dalin në natyrë, të shohin bukuritë e natyrës që ofron, edhe të shoqërohen kuptohet me gjitha. Nga komuna e Sarajit, u theksua se bashkëpunimi me shoqatat dhe klubet e bjeshkatarisë do të zgjerohet edhe më tej me synim mbështetjen e aktiviteteve që promovojnë shëndetin, traditën dhe bashkimin mes komuniteteve. Fest, një organizim tashmë ndër vite, po kësaj radhe zgjodhen mu komunën tonë, si menaxher i ri i komunës Sarajit, një gëzim i madh, t'jem pranë tyre edhe t'ju jap përkraje edhe në të ardhmen. Bëjmë plan programin zhvillimor për 2026, ku bjeshkatarët sportistët e dalluar, shoqëritë kulturore artistike do të përfshihen me përkraj nga komuna e Sarajit dhe do ta kenë hapur derën e Sarajit për këso lloj. Kemi në plan programin tonë të përkrajmë, do i subvencionojmë shoqëritë e tilla. Tani më me ZIP Institutin do nënshkruajmë javën e ardhshme një memorandum bashkëpunimi ku do sinjalizojmë shtigje të reja që t'jenë të kafshme edhe për ata të cilët se kanë këtë profesion, mirë po duan të shëtitin vendet e bukurat natyrës Sarajit. Në fund të manifestimit, u ndan mirënjohje për shoqatat e bjeshkatarëve, klubet pjesëmarrëse, si dhe për televizionin shtetëror të Maqedonisë për programin në gjuhën shqipe.